Aty ku sot jehojnë zërat e Kuranit, gjithçka nisi në klasat e vogla, me vetëm 3 nxënës, por me zemra të mbushura me ëndra të mëdha. Nuk ishin të shumt në numër, por ishin të mëdhenj në ambicie. Në ato ditë të para, u hodhën farat e një rrugëtimi që askush nuk mund ta imagjinonte se do të prekte kaq shumë zemra. Sot, pas 7 vitesh rrugëtim, Akademia e Kuranit Hifdh Kids numëron mbi 1500 nxënës, nga 3 në 1500, nga klasa të vogla, në një vatër ku jehojnë çdo ditë ajetet e Kuranit, nga një ëndër e vogël, në një brez që po rritet me librin e Allahut. Ka 7 vite që çdo ditë në këtë vend dëgjohen zëra të vegjël që shqiptojnë Bismillahirrahmanirrahim. 7 vite që zemra të vogla janë ulur para fjalës së Allahut, kanë mbelvëzuar shkronjat e para, kanë qarë nga vështirësia, janë gëzuar me suret e para dhe kanë përjetuar lumturinë e gjuzëve të përfunduar. Kur nisi ky rrugëtim, ishte vetëm një ëndër e mbështetur tek Allahu, një shpresë që në zemrat e fëmijëve të mbillej dashuria për librin e tij. Nuk ishte premtime për sukses, por kishte bindje se çdo ajet i mbjell në një zemër të vogël nuk humbet kurrë. Dhe Allahu e bekoi këtë rrugë. Pas këtij rrugëtimi qëndrojnë 2 motra, të cilat vet urreten me Kuranin dhe ja kushtuan jetën e tyre shërbimit të tij. Hafëzët Rineta dhe Fatime Nitaj, të cilat sot mbajnë titullin shejha të 10 kirajeteve të Kuranit fisnik, e ndërtuan këtë akademi mbi një ëndër të thjeshtë, por të madhe, që sa më shumë fëmijë ta njohin, ta duan dhe ta jetojnë Kuranin. Rrugëtimi i tyre nuk nisi me themelimin e akademisë. Ai kishte filluar shumë më herët, në vitet e fëmirisë, me mësimin, memorizimin dhe përkushtimin e pandërprerë ndaj fjalës së Allahut. Pas viteve të tëra studimi, sakrifice dhe specializimi në shkencat kuranore, ato zgjodhen që këtë amanet ta përcjellin tek brezat e rinj, duke shndërruar dashurinë e tyre për Kuranin në një mision edukimi. Dhe pikërisht nga ky mision lindi Akademia e Kuranit Hifdh Kids, një vatër kur çdo ditë mblidhen vlerat e Kuranit në zemrat e fëmijëve, dhe ku çdo sukses i nxënësve konsiderohet vazhdim i një amaneti që përcjellet brez pas brezi. Nga pak nxënës u bën mira, nga disa zëra të vegjël u ngritën breza që sot mbajnë me krenari pjesë të librit të Allahut në zemrat e tyre. Nga një klasë e vogël u krijuan një familje e madhe e Kuranit që i bashkoi zemrat nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia Veriut, Mali i Zi dhe diaspora. E nëse dikush pyet se çfarë u ndërtua gjatë këtyre 7 viteve, jo mure, as salla, e as numra, por zemra që janë lidhur me Kuranin. Dhe sa nder i madh është të jesh dëshmitar i mënyrës se si Allahu e ruan librin e tij përmes zemrave të fëmijëve. 7 vite kanë kaluar, por në të vërtetë kjo është vetëm faqja e parë e një historie që vazhdon të shkruhet në qiell, sa herë që një fëmijë hap mushafin dhe memorizon nga fjala e tij. Ka vepra që mbarojnë me mbarimin e jetës, por ka vepra që vazhdojnë të jetojnë në zemrat e brezave. Dhe Kurani është jeta që nuk vdes kurrë. Akademia Hifdh Kids nuk është vetëm një vend ku mësohet Kurani, ajo është një hapësirë edukimi dhe formimi, ku fëmijët rriten me dije, moral, identitet dhe dashuri për vlerat fetare e kombëtare. Aty zhvillohen mësime edukative islame dhe formimi i karakterit të fëmijëve, vizita edukative dhe aktivitete sociale në shërbim të komunitetit, aktivitete adhetare që kultivojnë dashurinë për gjuhën, historinë, kulturën dhe identitetin kombëtar, shënimi i datave të rëndësishme kombëtare dhe edukimi i fëmijëve me vlerat e trashëgimisë sonë, gara dhe konkurse në leximin dhe memorizimin e Kuranit.
ceremoni certifikimi për arritje në nxënësve, kampe, shkolla verore dhe aktivitete edukativo-argëtuese, organizim iftaresh dhe aktivitete të veçanta gjatë Ramazanit, vizita motivuese dhe befasi për nxënësit me rezultate të dalluara, projekte kreative për forcimin e lidhjes së fëmijëve me Kuranin, përgatitje për gara republikane dhe aktivitete ndërkombëtare të Kuranit. Aty ku nuk ndërtohen vetëm lexues të Kuranit, por zemra që jetojnë me të, një brez që e bart fjalën e Allahut në kujtesë, në sjellje dhe në jetë, duke e bërë Kuranin shoqëruesin më të afërt në rrugëtimin e tij.